A e dini se një nga aktorët më të mëdhenj të skenës europiane ishte shqiptar? Quhej Aleksandër Mojsiu dhe kritika e ka quajtur fenomen që ndodh një herë në 100 vjet. Ai lindi në Trieste në vitin 1879, nga një familje shqiptare nga Durrësi. Fëmijërinë e kaloi mes Italisë dhe Shqipërisë, por talenti i tij do të shpërthente në Vjenë dhe Berlin, ku u ngjit direkt në majat e teatrit evropian. Mojsiu u bë i famshëm për rolet e tij të thella dramatike. Ai luante Goethen, Schiller, Shakespeare-in dhe I kthente në eksperiencë emocionale. Kritiku Franz Kafka e quajti aktor me fuqi magnetike, ndërsa Luigi Pirandello u shpreh se Mojsiu I jep jetë fjalëve si askush tjetër. Por ndoshta fakti më I pabesueshëm është ky. Albert Einstein, vetë gjeniu I fizikës, ishte një admirues I madh I tij. Einstein e quante Mojsiun gjeni të skenës, I manitur nga mënyra se si shpreja, zëri dhe prania e tij skenike preknin çdo njeri në sallë. Dhe një tjetër detaj historik. Para se Hitleri të merrte pushtetin, Mojsiu ishte një nga aktorët që figura të larta politike në Gjermani e ndishnin me admirim. Ai luante në teatrot më të mëdha të Berlinit dhe performancat e tij ndiqeshin nga elita kulturore e kohës. Megjithatë, Mojsiu qëndroi gjithmonë larg politikës, ai ishte vetëm artist I përkushtuar ndaj skenës. Aleksandër Mojsiu u nda nga jeta në 1935, por trashëgimia e tij nuk u shua kurrë. Sot, Teatri Kombëtar në Durrës mban emrin e tij në nder të shqiptarit që pushtoi skenat e Evropës dhe la një gjumë të pashlyeshme në historinë e artit botëror.